I ndërtuar rreth viteve 60, ky pallat në rrugën Marin Beqikemi është në kushte të vështira infrastrukturore. Fasada kësaj ndërtese është tërësisht amortizuar, ndërsa drejt degradimit është edhe çatia. Sipas banorëve, shpeshherë tjegullët shkëputen nga lart duke rrezikuar jetën e kalimtarëve. Përballë kësaj situate, banorët, por edhe kalimtarët kërkojnë që të ndërhyet për rekonstruksionin e këtij pallati 4 katësh, pasi ndjen të rrezikuar nga ndonjë aksident i mundshëm. Shumë rrezikshme, këto copat janë bri pullozit. Se merr mundimin as marrë me pokush, jo me punu. I kanë rregulluar pjesën anej, këtë e lart pa rregulluar ato. Shumë me rregulluar, me restauruar komplet. Friksionem. Ne ona me kolon jam çfarë më bë? Po unë banor i Tiballit, ta shojmë vetë se është pallati më i vjetër i Shkodrës. Ne nevojë me ato më dorë deri ushtë pat. Se kalimtar të lëmë bin tjetër në kry, që zaba. Marrëm pagus që se besë në bërë, të rush i do sovu. A marrëm fëmijë lënë i do, bin tjetër kres, ujë mran, kodit, që ben jashin mran. I të më rrihen këtë kohët e një dy nënë. Edhe janë të rrët tjekla për ditë. E shalës nuk pa mytë kënë rrugës. Mjera në i fëmisë, në zi që me thonë vishë me kapë dore me godit, edhe në pikon edhe mrenë, qatia. Lënja në arrest e këtij pallati të ndërtuar shumë vite më parë është kthyer në shqetësim për kalimtarët e shumt që lëvizin në këtë zonë.